E para do ja nis me një parun, pastaj do ja nis me një sqarim, pastaj me një mesazh. Edi Rama o të thoj, janë tërheqen sa më parë. Edi Rama o të thoj, janë tërheqen sa më parë. Edi Rama o të thoj, janë tërheqen sa më parë. Edi Rama o të thoj, janë tërheqen sa më parë. Edi Rama o të thoj, janë tërheqen sa më parë. Vetëm 2 minuta që të bëni sajnë. Unë jam Arbeni, shumë më njofin, por makineria propagandës fal patronazhistave që mashkohen me kokore, me kapele, me thirrje për më mëdheun, janë munduar të më bëjnë pis. Ajo është njëri për atyre që shojnë protestën për llogaritë të Lulash Bakojanis. Dhe ai person mbram mori deklaratën pa urdhër të grupit dhe doli sepse do lexonin disa vajza. Në një takim kundër agjendës digjitale para ca kohësh te Hotel Pop Opera, ai person ka ardhur dhe është ulur në kratim, sepse agjenturat dhe sufraqet e Soros e bëjnë gjithmonë ata. Shumë patronazhista dhe të paditur që thonë është i Soros dhe jo e Jondelis. Dhe ju them diçka për Soros dhe Jondeli. Dëgjojmë një minutë me kujdes, është mesazh shumë i rëndësishëm. Në 2018 unë me banorët e zonës të fshatave Topojan, Breki, Novosër, Shishtavec, Turaj, kemi thellë një tubim kundër heceve. Ati tubimi ja bashku një mafiozi qeveris që kemi nga Krahina, Mull Noka. Dhe në atë kohë, mbani mend, sa shumë rëndësishme, e kishim një grup aktivistash që ishim Mirjana Liaj, Sermjemuj, Nikol Qerazi, njëri për ty në këtu, Marjane e shumë të tjerë. Dhe çfarë ndodhi? Dhe megafoni kërkova qytetarit Flamur Noka që të shkojnë në parlament, të ikin nga kjo protest, sa është e banorëve të zonës, pasi ai na ka shkatruar bashkë me Sali Berishavici, na ka shkatruar Luma. Gjatë 2020-s e morët vesh tani pse thojnë kjo është vegën e rajonit. Vegën e rajonit a shpikje e Flamurit, bani mend. Gjatë protestës, gjatë Covidit, unë me disa aktivista kemi shku para bashkisë dhe kemi tund 15 palë pranga për të arrestu Erion Përbinshin. Gjithashtu, kur arrestu Erion Qelia, që duhet jetë burg për jetë, ne me një grup aktivistash që disa për tyre janë këtu mes nesh, kemi shku dhe kemi festu para burgut. Hera parë në historinë shqiptare që është festu për një politician të korruptuar.